Shma Afërditën e kemi në gati dhe po e shohim që është në kryeqytet, në Prishtinë natyrisht, në njërën prej pritoreve, aty ku është stacioni i autobusëve. Afërdit, si është situata sot në Brendë, se ka numër qytetarëve? Situata është si gjithë java kaluar, si që ishte, pra qytetarët në pritoret, aty ku presin pra autobuset e tyre për të kryer obligimet ditore, nuk po vinë, ndërsa shqetësimi është sot edhe më i madh se javën e shkuar, sepse megjithatë sot kanë pritur që do t'i kthehen autobuset normalitetit, pra siç po e shihni ju në studio, por edhe shikuesit, edhe kjo pikë ku qytetarët pra mund të shërbehen me bileta e informacione është e mbyllur, sigurisht ata që punojnë këtu mund të jenë tek komuna bashkë me protestuesit e tjerë. Ne përndryshe jemi këtu përballë Keskos, pra në rrugën Bill Clinton, i kemi plot qytetar edhe paraprakisht, por edhe tash janë të mbushur pritoret. Kishte nga ata me të cilë biseduam deri sa prisnim këtë moment që ishin tejet e revoltuar, ishin tejet të shqetësuar, edhe një qytetar i cili jetonte në Gjermani, kjo tha nuk ndodh askund në botë, është tejet shqetësuese që qytetarët presin kaq shumë, edhe sigurisht siç thanë ata edhe kjo është dashur. Do të provojmë të kontaktojmë me qytetar, nëse do të kenë vullnetin. Përshëndetje Zoj, që sa po prisni autobus? Vëllai që një gjysër e po. Edhe këto ditë, me çka keni udhëtuar? Si keni kryer obligime? Me nesh, me këta privatet. Me çka keni mundur? Po. Ka qenë e kushtueshme gjithë java kaluar që s'ka pasur autobus dhe është dashur të gjeni alternativa për të kryer obligimet e juaja edhe për të dalë në qytet? Po, ka pas. Edhe çka mendon, është keq? Keq është bërë, po... Ndërsa, çfarë thon për ata që po protestojnë? Sipas te, i përkra apo i kundër? Jo, jam në kundër pse i kanë bllokuar, i kanë alë. Do të thonë, megjithatë i mirë kuptoni. Faleminderit shumë, uroj që shumë shpejt të vi ajo për cilin po prisni pra. Inshallah, ditën e mirë. Kështu që ja sapo erdhi edhe një nga autobusët, ky është pra nishi i cili mbar qytetarët për në Fushë Kosovë, por nuk është i komunës së Prishtinës. Sigurisht, ky është i komunës së Fushë Kosovës, e i cili shko e vjen në Fushë Kosovë Prishtinë, pra bartë qytetarët të cilët kanë jetojnë ose kanë punë në këto dy qytete. Megjithatë ne do të provojmë edhe qytetarët e tjerë në pritoren tjetër. Kjo pritore dhe ajo ku ishim është ndër ato mbase që më shumti qytetarët presin. Kemi edhe një Zoj tjetër, përshëndetje. Përshëndetje. Që sa po prisni autobus? Autobus nuk jam të prit fare, se nuk ka. E kom pagu një taksi, nëse vjen, mirë, nëse s'vjen presim qëto. Dhe si ja ke dalë gjithë javën që shkoj që nuk ishte autobus? Gjithë javën që shkum asnjëherë s'kam dalë, për arsye autobusit. Pa lidhje. Ka kufizuar mungesa autobusve? Normal që më ka kufizuar si plak. Trit ma si kufizon, se mund edhe me ecë pak, po plesh njerëz mundet. Shumë keq. Ku do të shkosh tani? Në cilën do të shkojnë Fushë Kosovë. Dhe sigurisht kostoja për të shkuar në Fushë Kosovë me taksi në raport me autobusin është tetë kushtueshme. Vështirë, normal. Taksin do të me pagu. Autobusi pa pagesë na plesh të kemi, për shkak pensionit. Kështu që çfarë do t'ju thojë atyre që kanë dorë për zgjidhje? Aty ne me bani zgjidhje, unë s'di çka t'i thon tjetër. Nëse kanë mundësi me na bani zgjidhje, s'kan edhe ata njerëz janë, s'di çka them. Megjithatë ishte javë e vështirë për ju. Kur na? Ishte javë e vështirë për ju. Normal, është me shije, do të me ecë kam nëse s'mundesh kufizohesh me nejtë shpe. Faleminderit shumë, uroj që problemi juaj, por edhe i gjithë qytetarëve që janë ballafaquar javën që shkoj,
që nuk dihet pra edhe këtë javë se kur do të filloj qarkullimi autobusëve, atëherë të zgjidhet ky problem sa më shpejt dhe të bëhet zgjidhje qytetarëve të cilët janë të detyruar pra të përdorin taksi, qoftë ata që janë taksi legale e ilegal, e që siç po e thonë edhe qytetarët, vërtet është të jetë e kushtueshme, përndryshe pritjet janë deri në gjysmore, siç e thanë qytetarët, prap janë mbushur pritorët, megjithatë kur po afrohet kamera ka shumë që largohen, e mbase pritorët po duken me të zbrasta, por përndryshe janë të stërmbushura. Kemi edhe taksi ilegal pra që po marrin qytetarët, mbase kjo është zgjidhja e vetme aktualisht që qytetarët po bëjnë zgjidhje apo po zgjedhin që të përdorin këto taksi për të kryer shërbimet e tyre, edhe që siç e tha Zoja pak më përpara, për të dalur nga shtëpia, sepse gjatë javës së shkuar edhe moti ishte shumë i ligë se sot, kishte reshje shiu, temperaturat ishin më të ulta dhe sigurisht edhe lëvizjet ishin më të kufizuara, edhe tullovia e qytetit ishte tejet e theksuar. Ne gjithmonë ankohemi për kolona, por sigurisht këto ditë ishte edhe më e theksuar problemi i kolonave. Përndryshe autobusët po kalojnë, por jo ata të komunës së Prishtinës, jo të autobusët e trafikut urban. Kemi pra një autobus tjetër i cili ka linjën Kastriot-Prishtinë, Fakulteti Teknik, pra siç shkruante, pra qytetarët gjejnë zgjidhje alternative. Dhe çdo autobus që mund t'i ofroj mbase jo në vendin e duhur, por diku më afër ku t'i bie, ose mënyra tjetër është të udhtoj me veturat e tyre, apo edhe të kushtoj më shtrejt transporti apo kryerja obligimeve të tyre ku kanë. Sigurisht që jeta nuk mund të ndalet, megjithse janë dalur autobusët, qytetarët kanë obligime që duhet t'i kryen me patjetër, mbase ato që nuk i kanë obligative dhe mund t'i kanë lënë, por me që nuk dihet një datë saktë se kur do të filloj normaliteti apo rikthimi i autobusëve, atëherë edhe shqetësimi çdo ditë më shumë po rritet. Merita Dardan, apo dëgjohen? Po, ishim duke ju dëgjuar në vazhdimsi, pam së bashku natyrisht edhe shqetësimet Kërkoj nga ju një sinjal, po. Deri më tani që ishin, dhe do të shohim sot pas mbajtjes së mbledhjes atje në komunë, të shohim nëse veç këtij problemi definitivisht po i vije fundi e qytetarët të mos e kenë së paku këtë hall, apo një hall më pak në mesin e shumë të tjerave në këtë fundvit. Faleminderit Afërdit. Merita, po, unë nuk e ndëgjova saktësisht çfarë tha Erioni, sepse nuk pata qasje në program, por shpresoj që t'jetë marrë ose do të merret gjatë ditës një vendim i duhur dhe nesër në këtë pikë ku jemi të ketë autobus të cilët marrin qytetarët dhe u bëhet zgjidhja përfundimtare, edhe protestuesve, por edhe qytetarëve. Kështu po shpresojmë edhe ne që nesër Prishtina të jetë me trafik urban dhe qytetarët të mos i kenë së paku këto halle. Edhe një herë faleminderit.